Përshëndetje miqtë e gazetës Demos. Janë diku edhe 2 javë nga zgjedhjet parlamentare të 7 qershorit. Aleanca për Adhmërinë e Kosovës garon në këto zgjedhje me numrin 128, me 110 kandidat. E pikërisht me numrin 110 ne do ta zhvillojmë një intervistë rreth planeve të tij dhe synimeve si kandidat për deputet. Zotja Alila, fillimisht faleminderit për kohën. Mirë që gjeta. A mundesh më na tregu që 3 mandati jeni drejtor i financave në komunën e Gjakovës? Pse vendoset nga niveli lokal më fokusu në nivelin qendror pikërisht në këto 2 zgjedhjet e fundit? Ty e di që Kosova qalon në financa publike, në investime kapitale dhe në projekt buxhetin total të Kosovës, edhe ty e pa suksese që ka ndodhur në komunën e Gjakovës, e konsideroj që munda me jep kontribut që shteti i Kosovës të zhvillohet, të jetë mirëqenia më mirë për qytetarët, njëkohësisht dhe rritja ekonomike të jetë dyshifrore. Këto e bazojnë në punën që ka ndodhur në komunën e Gjakovës, në projektet që kanë ndodhë në komunën e Gjakovës për të mirën e qytetarëve, po njëkohësisht dhe konceptin e djathtë që e ka kandidati për kryeministër Ardian Gjini dhe formën që mundën të m'ia jap nivelit qendror. Po, thot projektet i përmendet edhe punën e mirë. Qytetarët e Gjakovës besoj e dinë për shkak që edhe jetojnë aty, por qytetarët e tjerë çka mundesh më tregu aty në rreth këtyre projekteve që mendon që për me kanë lënë shenjë në qeverisjen lokale në komunën e Gjakovës? Duna me jep disa shifra për me kuptu çka ka ndodhur në Gjakovë gjatë 2 mandateve qeverisjes, po njëkohësisht është të vazhduar dhe mandati i tretë. Neve në fillim kur e ke marrë komunën në menaxhim, buxheti ka qenë diku rreth 20 milion, ndërsa investimet kapitale, që është kategoria më esenciale për qytetarët e Republikës Kosovës, ka qenë diku rreth 4 milionë e gjys. Ndërsa në mandatën e parë të qeverisjes, kategoria investimeve kapitale ka shkuar mbi 12 milion euro. Të hyrat vetanake pa ndru asnjë taksë dhe asnjë tarif janë trefishu dhe përmes të hyrave vetanake neve na ka jep mundësia që të investojmë në projekte kapitale në përbashkësi lokale, në përbashkësi lokale, projekte të veçanta, po njëkohësisht dhe në të mirë të qytetarëve të cilat e kanë pasur jetën jetike për të jetuar për zonat e veta. Duhet të cekim që komuna e Gjakovës në vitin 2018 i ka pas dikun rreth 46 fshatra pa ujë të pijes. Infrastruktura publike ka qenë në parametra që shumë rrugë kanë qenë të pashtruar. Njëkohësisht Gjakova si qytet asnjë hyjmëdalje nuk e ka pas, ndërsa qeverisja Gjini bashkë me to si drejtor për buxhet dhe financa kemi arritur që ta transformojmë komplet Gjakovën dhe të vrejet ndryshimi i madh që ka ndodhur në këtë periudhë kohore. Një ndër stagnimet më të mëdha të kësaj qeverie janë kategoria investimeve kapitale. Për shikuest mediumit juaj, po njëkohësisht dhe për qytetarët e Republikës Kosovës, neve duhet të shpjegojmë që çka janë investimet kapitale. Duhet të shpjegojmë që kategoria investimeve kapitale për herë të parë në këtë qeverisje radhitet e treta për nga shifra që është në buxhetin e shtetit, ndërsa kjo qeveri ka shkuar në subvencionimin e disa projekte të veta të cilat kanë qenë të dështuara, ndërsa me ardhen e qeverisë të kryeministrit Gjini, neve do të orientojmë buxhetin në investime kapitale. Përmes investimeve kapitale automatikisht bëhet rritja ekonomike për shkak që ta zëjmë shembull, nëse në vitin 2018 qeverisja Haradinaj e ka nis projektin Gjakovë-Dolc, i njëjti projekt për 6 vite ende është i pakryer, ende është i rrezikshëm. Sot qytetarët e Republikës Kosovës rrezikojnë në atë rrugë që është shumë jetike për ta. Ka pas raste edhe me fatalitet që pjesa e infrastrukturës rrugore është edhe siguri. Me ardhen e qeverisjes Gjini, neve do të orientojmë fondet në investime kapitale që përmes multiplikimit të paras konsiderojmë që rritja ekonomike në Kosovë do të dyfishohet, ndërsa inflacioni sigurisht që do të bie në soaza normale të një ekonomie normale të çdo shteti. Realisht Kosova nuk ka rritje ekonomike. Nëse e marrim shifrat e inflacionit që në prill është 7.5, ndërsa sipas parashikimeve rritja ekonomike duhet të jetë rreth 3.6. Nëse shohim pjesën neto të formulës së rritjes ekonomike, Kosova është shndruar një ekonomi importuese, një ekonomi e cila gjithçka veç qarkullon dhe del jashtë,
Ta zëm shembull nëse shohim që ekonomistët kanë dëshirë që të marrin edhe shembuj konkret. Javën e kaluar një statistikë nga doganat e Kosovës del që Kosova tani më është edhe ty importues dhe zhavar. Nëse vrem pse ka ndodhur kjo, shihet që qeveria, niveli qendror, përveç që i ka ndaluar dhe mirë ka bëu që i ka ndaluar marrjen e zhavorit në Lomej, nuk i ka licencuar gurthyst. Në momentin që ti edhe nuk i licencon gurthyst, automatikisht tregi e lyp furnizimet që ka ndodhur në shtetet e rajonet, Kosova më furnizuar edhe në zhavar. Me ardhin e qeverisjes normale, të djathtë, neve do t'i kryjmë detyrat tona në secilin ministri përkatëse, po njëkohësisht do të orientohem që tregi të jetë prodhues, jo konsumues. Dhe nëse neve veç këto formula të thjeshta i marrim, sigurisht që do të ketë një rritje ekonomike të cilet neve na mundson që të shkojmë dhe në rritjen e mirëqenies sociale, siç janë kategoria e pensionistëve, siç janë kategoritë sociale, për shkak që buxheti i shtetit nuk është veç konsum, është shpërndamje dhe rritje e prodhimit vendor. Ngjesjen e disa projekte kryeministri Albin Kurti fund me arsyetoi me një lloj shembulli të cilën e mori, një lloj podrumi. Tha kryestar në qeveri ka gjetur Kosovën një podrum dhe ai ishte i mbushur me ujë. Në një mënyrë tha që kjo e ka vështirësuar ndoshta pak edhe punën në fillim, ndoshta edhe tash, për shkak që mos mi çu deri në fund ato projekte të cilat vetë që kanë nisur. Çu e keni parë ju këtë aspekt ose këtë shembull që e ka marrë kryeministri në detyrë? Albin Kurti Kosovën e ka gjetë 2 herë në 2 etapa të ndryshme. Herën e parë e ka gjetë çlirune nga ushtria çlirimtare e Kosovës dhe nga alat që na kanë ndihmuar me kon të lirë. Jem gëzuar edhe na që ardhëm në Kosovë, ndërsa herën e dytë e ka gjetë një shtet funksional me të gjitha institucionet të funksionale, me 113 njohje nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga bota perëndimore, ndërsa të gjitha me media të lira, me shoqëritë civile, ndërsa kryeministri Kurti ka qenë dashur të bëjë hapin tjetër në ekonominë e tregut, në ekonominë e fortë dhe në punësim. Të gjitha këto nuk kanë ndodhur, ka ndodhur veç regres dhe mendoj që është talje me qytetarët e Kosovës nëse ka konsideruar që qeverisja Kurti ka gjetë Kosovën në podrum. Cilat kishin qenë prioritetet e juaja nëse veç e kishte siguruar një ulse në këndin e Kosovës edhe ose më mirë me thonë ato ndoshta punë që nuk i kanë kryer deri tash kolegët e juaj ose bashkëvendasit e juaj të cilët e kanë përfaqësuar deri tash, qoftë në partinë pushtet, Gjakovën e nuk e kanë kryer deri tash ose nuk e kanë ngrit zonën. Orientimi i ekonomisë tregut në prodhim dhe në zhvillim ekonomik. Siç kishte mujt mendoj kjo është shumë e thjeshtë. Ekonomia i ka disa formula shumë të thjeshta. Ta zëm shembull për aleancën është prioritet prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë. Dhe kjo është dëshmuar edhe në etapat kur aleanca ka marrë mandat. Nëse shohim në vitin 2004-2005, pikërisht kryeministri, kandidati për kryeministër Ardian Gjini ka qenë ministri i ambientit, në atë ku para kontratë për të ndërtuar termocentrali Kosova C ka qenë i gatshëm, me rrethana të caktuara nuk është kryer, ndërsa me të marrë mandatin qeverisja Haradinaj, neve kem shku në kontratë tani me kontër globale, të cilën momentin që energjia elektrike prodhohet në Kosovë, neve nuk kemi pas 1 miliard euro, apo 1 milion euro në ditë neve blejmë energji nga shtetet e rajonit, konkretisht nga Serbia. Supozojmë që këto mjete nuk kanë më shku më energji sepse prodhojmë ne, këto mjete ishin shpërndarë në të gjitha kategoritë e tjera, që janë arsimi, shëndetësia, mirëqenia sociale, pensionet, rritjen e rrogave. Pra, neve duhet të orientohemi në prodhim të energjisë, duhet të kthejmë gazin amerikan prap gazsjellësin në Kosovë, marrëveshjet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po njëkohësisht neve duhet të të shohim edhe kategoritë ekonomike në financa publike. Ta zëm shembull për qytetarët e komunës e Republikës Kosovës, buxheti ndahet në 5 kategori ekonomike, ndërsa kategoria mallarve dhe shërbimeve në këtë qeveri është jashtë normalesh e shpenzuar. Cilat janë këto që shpenzimet që ndodhin në kategorinë e mallarve dhe shërbimeve, janë drekat zyrtare, akomodimet,
naftë, që raportimi që ndodhen nga mediat është që dikun rreth 30 milion euro shpenzojnë veç zyra kryeministrit naftë, ato mjete duhet të ndalen dhe të orientohen në zhvillim ekonomik për qytetarët e Republikës Kosovës. Kosova nuk e ka luksin një kryeministër me 13 gjipa, me 15 gjipa. Nuk e ka luksin që të rritim shpenzimit e luksit. Kosova i duhet urgjent që të kthehet zhvillimi ekonomik në kategorinë e investimeve kapitale. Kosova sot ka nevojë për autostradë Dukagjinit. Kosova sot ka nevojë për projektet që janë mjet në gjyq që 6 vite. Sot ta zëm shembull është rruga Dodë-Gjakov që e përmenda më herët, po pjesën që duhet ta dinë qytetarët e Republikës Kosovës është një urë në Meqin, që është ndalja për Gjakovës, një urë e cila është e prishur, që 6 vite nuk rregullohet, edhe pyetja që duhet më bëj është asnjë ka din, asnjë ka dojnë. Kjo më jep me kuptu që nuk janë ka dojnë, për shkak që ato mjete zakonisht në kohë të caktuar tërheken dhe shpërndahen pjesa e 100 që u bë tash edhe temë në për Kosovë, që vazhdimisht shtojnë na varfënu. Neve duhet të rritim mirëqenien sociale. Shtesat për 100 euro po thuaj që i varfrojnë qytetarët. Është njëna për politikave të cila e rrit inflacionin. Për shkak që çdo hyrje e njëhershëm shkon në rritje të çmimeve. Neve duhet të luftojmë edhe pjesën e inflacionit. Jam njëri prej drejtorëve komunal i cili në vazhdimsi shkojnë në bashkësi lokale dhe ka qenë e mjerueshme nëse në pranverë me problematikën që ndodhi në rritjen e çmimeve në naftë. Partitë opozitare kërkojshin që ta hek akcizën apo ta përgjysmoj, apo produktet bazë të lirohen nga TVSH-ja, që shtetit nuk i kushton asnjë lëvizje më e vogla. Ndërsa kryeministri del thotë që unë i përfiloj gjellet nëse nuk i heki, nëse nuk i bëj këto veprime. Po harrojke që bujki atje, përveç se e blen naftën 1.7 euro, duhet të mbjell, duhet janë rëndëki punën e vetë ditore që një bujk në Kosovë e banë. Njëkohësisht neve si qeverisë jena e kem të detajuar planet që si të veprojmë edhe në bujqësi. Fillimisht duhet të rregullojmë ligjin e tatimit pronë. Tokat bujqësore që punohen nuk duhet të tatohen. Ato toka duhet të lirohen bile bujki, duhet të ndihmojmë edhe me subvencione, po ashtu duhet të ndihmojmë edhe në forma tjera të tregut, që të jetë produkti vendor në tregën e Kosovës. Ka shumë bujq që thonë që pavarësisht që është rrëzu çmimi, pra që është marrë për grurin e tyre, pavarësisht kësaj nuk ka ra çmimi bukës, pra. Ekonomia e Kosovës është në konsum. Kjo që thash deri më tani, ekonomia e Kosovës është në konsum dhe ne duhet ta orientojmë në prodhim. Në prodhim qoftë me subvencionimin e grurit, qoftë me subvencionimin e produkteve tjera që jep toka Kosovës, po njëkohësisht ta orientojmë edhe në tregjet e jashtëm, po fillimisht në tregi i Kosovës të ketë prodhime vendore. E përmendet që kryeministri Kurti kur është kritikuar nga opozita shpeshherë në shumë të rastet, edhe ka thënë që pavarësisht kritikave të juaja ne prapë po i fitoj zgjedhjet, prapë me vendimet e mia, çfarë do të qofshin ato, ne prapë po e marr besimin e qytetarëve. Pse po përkthehet kjo sipas jush në besim qytetarëve tash so po zgjedhje? Edhe çfarë duhet bëhet për me ndryshuar të paktën nëse veç konsionim u rrit opozita? Unë mendoj që në politikë jam diku rreth 10 vite dhe veç një detaj shumë interesant që e kam mësuar nga politika, qytetarët munden me ta fal mos punën. Qytetarët munden me ta fal qoftë edhe neglizhencën apo edhe paditërinë, po arrogancën nuk ta falin. Qytetarët e Kosovës kanë me ndeshku arrogancën e kryeministrit Kurti, që jam shumë i bindur që me 7 qershor kryeministri Kurti ka më kuptuar çfarë do të thotë arroganca që është e bën ndaj qytetarëve të Kosovës. A mund ndodh kjo të unis pikërisht për komunës që përfaqëson një për Gjakovës, të marrë parasysh që gjithmonë në zgjedhje lokale performoni shumë mirë, ndërsa në ato nacionale ndodh jo vetëm në komunën e juaj, por në gjitha komunat e Kosovës ndodh ajo rotacion, nëse mund të më quajt, ku lëvizja vendosje fiton të gjitha prej tyre, shumicën prej tyre. Me vetë faktin që në komuna partitë opozitare performojnë mirë, ndërsa në nivel qendror unë konsideroj që Kosova ndoshta e ka kërkuar edhe një politikan populist si Albin Kurti. Po me që 6 vite i njëjti kryeministër
menaxhon me paratë publike të Kosovës, i njëjti kryeministër menaxhon mbi 20 miliardë euro mjetet të Republikës Kosovës, i ka menaxhuar i njëjti kryeministër, cila është jeta jon më e mirë apo më e lirë. A kem mirëqenie? Është raporti që nxjerr nga Fondi Monetar Ndërkombëtar e parafundit, ndërsa kryeministri jon prap tallet. Kena qenë të varfën, megjithatë jemi të varfën. Kjo është Ministri Murati thoshte që e kemi kalu Moldavin, po mburte me atë parakalim vendit fundit, vendin e parafundit. E kom përcjell edhe pjesën e ministrit Murati, i cili është i shkatruar komunat e Kosovës, po nuk u mburri kjo për shkak që nëse ne shohim raportin dhe nëse në vitin 2018 Kosova me Malin e Zi, me Serbinë, me Maqedoninë ka qenë shumë afër me GDP-n, shehet tash sa i na largu. Tash është diskrepanca që ka ndodhur në vendet e Ballkanit, Kosova është hymet në vendin e njëjtë. Ai let krenohet që e kemë kalu Moldavin, po le tash Shqipërinë si është hec para me ekonomi, apo Maqedoninë. Kjo politikë duhet të ndalet. Ne duhet të orientohemi, partitë politike duhet të orientohen në ekonomi, në treg, në siguri, po mbi të gjitha në të mirat që ne ka fali i Madhi Zot. Të mirat absolute të cilat duhet t'i shfrytëzojmë për me i kriju të mirat tjera relative. Thëngjillin i Madhi Zot na ka falë. Ne duhet ta shfrytëzojmë që ato mjete që i marrim dikur me prodhimin e energjisë, t'i shndrojmë në mirëqenie sociale, t'i rriten pagat, të rriten pensionet, po ashtu edhe të rritet zhvillimi ekonomik, prodhimi vendor në Kosovë. Shumë eksponentë lëvizjes vetëvendosje i akuzojnë ose kanë deklarata të cilat thonë që AOK janë këto zgjedhje mundet edhe mos me kalu edhe pragin. Pse sipas jush pikërisht për AOK-n? Shpesh kena pas diskutime edhe në Koventin e Kosovës ku as nuk i ftonte as për marrëveshje për presidentin, domethënë as një takim më të vogël, ato 6 votat e deputetëve të AOK-s nuk i kërkonte kryeministri Kurti. Pse sipas jush kjo lloj indiferencë ndaj AOK-s, ndaj kësaj partie? Realisht Aleanca gjithmonë ja ka prish planet e kryeministit Kurti. Dhe konsideroj që tema në vazhdimsi që Aleanca nuk ka më shku këtu, nuk ka më shku atje, nuk qëndron për shkak se e kemi dëshmuar, Aleanca synon me fitu zgjedhjet. Aleanca synon me shtin në funksion planin e vetë qeverisës dhe jam i bindur që Aleanca ka më konë surpriza zgjedhjeve. Kur bënoni me surprizë ose kur thoni surprizë, çush mendoni që ka më performu? I bindur jam ty e pa terrenin, ty e pa kandidatin për kryeministër Ardian Xhini, i cili është në vazhdimisht në të gjitha komunet edhe aty kur nuk kem pas struktura, Aleanca ka më kalu në numër 2 shifror të deputetëve. E përmendet me një rast që thatë ministri Murati është ka i shkatron komunat. Pse thoni këtë? Pse keni këtë mendim për udhëheqjen e tij apo për drejtimin e tij në kësaj ministrie kaq të rëndësishme për Republikën e Kosovës? Realisht Ministria e Financave duhet me qenë regulatori i qeverisë qoftë nivelit qendror, qoftë nivelit lokal. Për 6 vite që ministri Murati është udhëheq me Ministrinë e Financave, as të ndihmë më të vogël nuk e jep komunave të Kosovës, qoftë komunat që udhëheqen në të gjitha partitë politike. Neve në vazhdimsi edhe si kryesues i Kolegjiumit për Buxhet dhe Financa kemi qenë kërkesa në Ministrinë e Financave për të rregulluar problematika që nuk është faji komunave, gjithmonë kemi ndodhur në vesh të shurdhër, gjithmonë ministri Murati nuk i merr përgjegjësitë dhe ta zëm shembull në vitin 2026 dikon rreth 200 milionë euro ju kanë tërhequr komuna nga përmbarimet, si rezultat i kontratës kolektive të nënshkruar nga niveli qendror. Sot komunat janë pothuajse të bllokuara, ndërsa javën e kaluar kem pas takim me ministrin Murati, komisionin e Grandëv, prapë çështja komunave nuk është rregulluar, prapë problematikat e komunave nuk janë marrë parasysh nga niveli qendror dhe konsideroj një diskrepancë të madhe mes nivelit qendror dhe komunave që janë niveli i parë i qeverisë dhe niveli i parë që takohen në terren me qytetarët. Edhe një mesazh fund për gjithë ata qytetarë të cilët në 7 qershor të dalin në kutitë e zgjedhjeve ta hedhin votën. Mesazhi më i mirë për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovë është që të votojnë për veti, ta analizojnë ekonominë familjare, të analizojnë sigurinë e shtetit dhe të votojnë për të mirën e projekteve të veta, të cilat thjesht duhet ta kuptojnë se a kanë qenë më mirë
me ekonomi familjare në vitin 2018-19, apo sot që inflacioni është të shkatru ekonominë edhe tyne familjare. Zoti Dorim Halilaj, unë falenderoj për këtë bashkëbisedim që patëm edhe të uroj suksese në këtë garë. Shumë faleminderit.